Përshëndetje miq, këtu jemi në kopshin e Getsemanis. Ne e dim që në Bibël Jezusi erdhi dhe u lut 3 herë. U lut 3 herë, atë nuk e mbajnë dot këtë kup, po popullin e yt dhe jo imi. Dhe ne e dim shumë mirë që në kopshin e Getsemanis Jezusi vendosi të shkonte për të kryqëzuar, për të sakrifikuar për ju dhe për mua. Ky është moment shumë i rëndësishëm, ky është moment shumë emocionues. Ne jemi në këtu te kopshi i Getsemanis dhe për të dhënë një mesazh të gjithëve që na dëgjojnë. Le ta pranojmë sakrificën e Jezusit. Jezusi vendosi këtu që të japi jetën për ty dhe për mua, që ne të shpëtohemi nga mëkatet, të shpëtohemi nga ndjenja e fajit, të çlirohemi nga vrarjet e ndërgjegjës, të kemi paqe, të kemi falje, të kemi fuqi. A do ta pranoni ju Jezusin në mendjen në zemrën tuaj? A do ta pranoni ju Jezusin si shpëtimtarin e Zotit tuaj? A do ta pranoni ju Jezusin si mbretin e jetëve tuaj që drejton jetën tuaj? Zgjedhja ju takon ju. Unë e kam pranuar Jezusin si shpëtimtar e Zotit tim.